Tabela me udhëzime vazhdon të ketë në për çdo cep të kryeqytetit, por pagesat të martën spati. Kjo të paktën fizikisht pasi asnjë nga ata që inkasojnë pagesat e inspektojnë parkingjet nuk e kryen punën e vet. Ata bojkotuan angazhimin si shenjë revolte për mos ekzekutimin e pagave të muajit paraprak. Është data 7 me kontroll kem drejt deri me datën 5 me prit. Për këtë edhe protestuan para zyreve të punëdhënësit të tyre, anise në numër qenë pak. Këto është veç një numër simbolik, që i kemi ftuar një numër të vogël. Tjerë janë krejt në përvendet punës, tonaj, po nuk janë të punë. Janë të na përkrahun neve. Nga vet Prishtina Parking, këtyre ju është dhënë një arsye temë. Nuk ka monedha për momentin, t'holla. Nëse sot gjatë ditës nuk ekzekutohen pagat, na si sindikat veç kena me vazhdu me protest. Kjo situatë thonë se nuk është e rej për ta. Ju kemi dhënë një lloj ultimatumi që nëse ndalet rruga, nuk del në kohën e caktuar, na do të ndërmarrëm çim të boçtash. Do të bëjmë protesta. Nuk ka kurrë arsyetimi, nuk mujna me prit më. Kjo është 3 vjet të ndodh. Shkaktar për këtë gjendje ndërmarrja e la vendimin e Gjykatës Supreme për shfuqizimin e pjesëshëm të rregullorës për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve që u bë në maj të 2025-s. Prishtina Parking ka filluar operimin e saj të rregullt me 10 shtator 2025. Pezullimi i aktivitetit për një periudhë të caktuar ka ndikuar drejt për drejt në gjendjen financiare të ndërmarrjes, duke shkaktuar vështirësi në realizimin e të hyrave dhe si pasojë krijimin e obligimeve financiare. Për shkak të kësaj situate ka pasur vonesë në ekzekutimin e pagave të punëtorëve. Këta siguruan se rrogat e punëtorëve do të ekzekutohen pjesërisht gjatë së martës, ndërsa pjesa e mbetur do t'u dalë gjatë ditëve në vijim.